Mirëmëngjesi. Manifestimi tradicional Vera në Kraj rikthehet edhe këtë vit për të sjellë një mbrëmje festive me muzikë, kulturë dhe traditë. Për të mësuar më shumë rreth organizimit dhe programit të sivjetshëm, në studio kemi njërin nga organizatorët e këtij manifestimi. Ai është Aligji Zhbrita. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi edhe juve, faleminderit për ftesën. E kam pranuar këtë ftesë me kënaqësi, duke patur parasysh se unë kam një moshë, por jam një nga themeluesit e këtij manifestimi në Kraj në vitin e largët diku 1993. Çfarë mund të thoni për të gjitha këto vite me radhë që po mbahet ky manifestim? Çfarë përfaqëson Vera në Kraj për banorët e Krajës dhe gjithë shqiptarët e Malit të Zi? Pa asnjë me dyshje, mund të them se me rënien e murit e Berlinit dhe ardhe e pluralizmit edhe në këto anë, trojet e shqiptarët dhe Malin e Zi, Malin e Zi në përgjithësinë e Ballkan, nisën disa lëvizje të reja me formimin e subjektit të parë të lidhjes demokratike në Malin e Zi në atë kohë në 1990, kaluan 2-3 vjet dhe ne atje si degë e saj, e vetmi atëherë si subjekt nacional që përfaqësonte shqiptarët në Malin e Zi dhe në treven e Krajës, kuptohet dega e Krajës, erdhëm në një përfundim që do të ishte e mirë që një traditë e vjetër që ka qenë gjithmonë në Kraj të mblidhen krajnjanët dhe të bëjnë një manifestim gjithë popullor dhe quajt në fillim të verës dhe është mbajtur dhe u përcaktuam për datën në shtuna e 2 e qershorit. Kështu që përkaj që manifestimi i parë u bë me 12/6 1993 në një lokalitet në fshatin Kështenj, në hijet aty në Kështenjat e bukur të Gozit e Krajës, të shkollat e fshatit. Manifestimi i dytë, po ashtu u bë masi që u përcaktuam që të bëhet në lokalitetet e ndryshme të Krajës, që të përfshihet secila zonë, në Arbnesh, ku është vlen të theksohet se krahas aktiviteteve sportive dhe kulturore që u bën dhe traditës të lojrave popullore, siç ka qenë se ne ja nisëm njëherë si fillim, ja kemi pas nisë me traditën e vjetër të lojrave popullore që janë bërë në Kraj me që është në lashësi, sepse edhe Straboni përmendet se krajnjanët e kanë pas zakon që të mblidhen të kisha e shënmërisë në basi kanë përfunduar të korurat. Base edhe kjo ka qenë si nxitje që të përcaktohemi pikërisht në shtunën e 2 të qershorit, me një farë kalendarit të vjetër, se theme atëherë që i bje gjysa muajit. Në këtë manifestim, kuptohet në Arbnesh e kam fjallën, është për të parën herë nëse s'kam harru dhe nuk me halan takohen për të parën herë 3 kryetarët e bashkive të 3 komunave shqiptare, një Shkodrës, Tivarit dhe Ulqinit. Është hera parë pas ramjes e atij komunizmi që 3 kryetarët e bashkive të takohen në një manifestim të tillë. Pastaj vazhdojnë në vitin 1000. Pra, po du t'i cek edhe këto emra se janë shumë rëndësi. Zaria Lekiqi atëherë ka qenë pas ndjes, nuk është më gjallë, kryetari i bashkisë të Tivarit, komunës Tivarit, Mehmet Bardhi i Ulqinit dhe Filip Guraziu i kryetari i bashkisë së Shkodrës, për të parën herë. Pra, zakonisht ne kemi bërë përpjekje që krahas aktiviteteve kulturore dhe sportive të ftojmë edhe personalitetet e jetës shoqërore dhe politike të kohës, edhe përfaqësi diplomatike të korit diplomatik që kanë qenë në Beograd atëherë, kanë marrë pjesë shpesh ambasador dhe zëvendës ambasador të Shqipërisë në këte manifestime, ka qenë nderë dhe privilegjion për krahas edhe personaliteteve të shkencës dhe kulturës. Pra, nisur nga kjo, mas këtij në manifestime që nisëm ne, vazhduam edhe natë 5-ën në Stras e kështu me radhë. Edhe treva tjera
kam përshtypjen se e panë këtë nismë tonën dhe filluan edhe ato të bëjnë organizimet të tjera, si që është Pranvera në Antë Malit, apo në ato pjesa në Malit në Gusi e në Malsi. Pra ne ishim nisimtar, do shta nuk kam drejt them këte, po unë kam një përshtypje që nismtar të parë të këtyre organizimeve gjithë popullore në treva shqiptare në Malin e Zi ka qenë një ky manifestimi që është bërë që ka nisur në kraj. Pra në fillim të dhe po vazhdon. Me kalimin e kohës e di dhe mbajmen që ne kanë parakaluar këto aktorë të ndryshëm të estradës dhe të artit shqiptar. Unë duhet të madhen Rikard Liarja, të madhen Tinka Kurti, që është ende gjallë. Pastaj komplet estrada Shkodrës disa herë ka që hynë në skenë në binën e manifestimit. Paulin Preka, Draner Gjaj, Gzim Kruja, Zyliha Miloti, Besnik Qinari e të tjerë. Pastaj, vinë vitet e ndryshuam, derisa unë kam qenë të organizit me shokët e mi, kuptohet, po më duhet ta përmem, i ndjeri Muharrem Mardolli, ka një merit të madhen të drejtim, sepse ai dhe unë edhe shokët e tjerë si una, i kanë vurë themeli këto, po ai ka dhënë kontributin jashtëzakonisht edhe familjarisht në këtë drejtim. Dhe mu më duhet të them që deri diku ka vitit 2000-2001 e mbajti këtë nivel të organizimit ku ishte një ditor, dhe me thonë krahas muzikës që bënin këta këngëtarët nga trevat shqiptare në Malin e Zi, që edhe sot janë në skenën, por organizojnë dhe lojna popullore si që është hyllja gurit nga krahu, kërcimi pope, trehapshe, tërheqja litarit, kërcimi me thes, e shumë lojra tjera tradicionale e që për fat keq tash nuk vazhdojnë. Sepse është për brezin e ri që të dhije? Për brezin e ri do t'ishte mirë që të mirë, po atëherë kraja kishte diku mbi 5.000 banor, e sot për fat keq, nuk e dija i ka 500 autokton, këto rezident që jetojnë aty, se ka ma shumë që jetojnë në Lulqinën Tivare jashtë, po do më thonë rezident që jetojnë dhe punojnë në kraj janë shumë pak. Çfarë risish do të sjellë edicionin? Para se të kaloni për këte, para se du të thamë edhe këte, se mbetet si peng disi, deri në lufta në Kosovë, u ndërprej kjo aktivitet kulturor, muzikor, por nuk e kemi ndërprej asesin kontinuitetin, se kemi majnë garda sportive në ato 2 vjetë, 98-99, 2000 nisim dhe ndruam pozitën dhe tham e kaluam në korrik, për arsye sepse tash mërgata kthehesh gjithmonë në kryen të pushimet të, për hirtë e tyre ne e kaluam manifestimin në muajin korrik. Në këtë tash nuk ishte ma në fillim të verës, po u zhvendos në qender dhe ishte një javor, shumë ditor këj manifestim. Sepse e cektuam ditet e sportit, e kulturës dhe sportit në kraj. Ku gërshetohej kultura popullore, sporti bashkohor, sporti tradita e vjetër sportive dhe kultura përgjithësi. Ku me kënaqësit madhe, thamë, kemi pas mysafir në mbrëmje, gjatë këtyne viteve, pra, poetin e ndjer Ali Podrinja, Basir Qapriqin, Ibrahim Berjashi, Fadil Krajan, dramaturgun e madh, janë vënë në skenë drama të autorëve që janë me origjinë nga kraja, ose që si që janë Fadil Kraja, Josip Rela, duhet të përmendin, Jorganin, nuk vritet Pranvera të Fadil Kraja që i kanë vu, në skenë nxënësit e shkollës fillore Gjergj Kastrioti, Skanderbeu, grupi i dramës, nërën për kujdesjen e profesoreshes, a ishe Gjergj Britaj, atëherë. Pastaj nitën, sot e 8 ditë të Josip Reles, e shumë gjëra të gjitha këto kanë qenë një mramje që ka qenë mramje kulturore. Tjetra, ka qenë këna hap edhe ekspozita të piktorëve shqiptar nga Mali i Zi. Unë po ceki Qazimuja, se i zhvendas, aty një natë e shkushtuar. Në salën në shpinë e kulturës në Astras, pasi aja u bërë dikur ma vonë, kur e rregulluar gjithë, në salën e saj, ne kemi ban edhe ekspozit e botimit të librit shqip të shqiptarëve në Malin e Zi, ku kraha saj njerëzit kanë mund me verejtë
një mini panaeri vogël, po që nuk është shit libra, por ekspozua dhe është votuar. Janë këto do që mua më kanë lanë bresa dhe e ndjej vetin mirë kur i kujtoj me nostalgji ato vite. Tash ti vjen nga ka dalë, edhe është 2004-2005 vlen të përmendëm kur ishte lundrimi në liçenin e Shkodrës, kur niseshim nga pika kufitare e Skes deri në zallën e Moriqit me barka dhe atje bënim një piknik që për fat të mirë diasporat ashtu e ka marrë si model dhe po e bën në Moriq një ditë pikniku. Para disa ditëve, para 2-3 ditëve u mbajt edhe në kraj që ishtë mirë edhe po mbahat të vitet e fundit, nata diasporës. Aja është një model i joni që e kanë marrë dhe është mirë që tashti po kemi 2 manifestime, diaspora dhe ne. Nuk jemi as pak gjelos që e kanë kopjuar nga ne. Çdo manifestim, çdo organizim është i mirë njerëzit vinë, takohen në vendlindje, kënaqen me atë. Dhe me fjalë tjera, ky manifestim që më dje duhet ta ndërlidhi, për mua ishte një nivel, sepse përkoj me 300 vjetorin e shpërnguljes së arbrezhve në Zar, ku mbajt edhe një sesion shkencor për ikjen e tyre para manifestimit aty, ku u mbajtën edhe disa kontesa, dhe ju shpërblye një njeri që ka merita jashtëzakonisht mëdha dhe nata diasporia kushtoi mramjen artistike të Gjok Dabajt, një veprimtari të madh, që është nga janë, nga Shestani, që ka vepruar këto dhe vepran jeton në Durrës të Shqipërisë. Pra, me fjalë tjera, thash bona një retrospektiv, që nga fillimi. Tash në vitet e fundit, nuk jam ai se kam kalu një moshë janë të rritë që organizojnë lidhja gjithësëmon, kjo subjekt vjen mirë që organizon, nuk e ndërprerje, ka pas 2 ndërprerje të vogla, dhe ata jo ndërprerje, sepse edhe vitin që shkoj, mbajtën një mramje artistike letrare, ko për fat mirë, kam qenë privilegjuar dhe i respektuar nga ato se mu promovuan një mramje 2 librat e mia, por nesren ndodhe një fatkeqësi që humbi jetën një djalë i ri nga Brajsha, që e ndërpreme për arsye sepse ishte një tragjedi e madhe, jo vetëm e familjes, po e gjithë komunitetit që jeton këta anë dhe e kemi ndërprerë, nuk e kemi bërë gjë që kanë bërë punën më të mirë që ka mund bëjmë, sepse që vazhdon këtë vit. Këtë vit, sipas asaj që kam parë dhe kam shpërndarë edhe unë në faqen time, do të marrin pjesë këngëtar, kuptohet shqiptar të mirë njohur, po. Si special që e kam parë unë atë është Adelina Ismaili. Do më thonë kjo po bëj si edhe fushat të them atë, po ajo do t'jetë mysafire special, ka ndoshta edhe ndonjë tjetër që unë nuk e di, po besoj se ky manifestim edhe të martën do shkojë mirë edhe do të ketë mjaft publik që do ta përcjellin këtë. Sa i rëndësishëm është ky manifestim për promovimin e kulturës, traditës dhe turizmit të zonës së krajës, sepse kraja është një pjesë e bukur dhe ka shumë bukuri natyrore dhe pse jo është mirë që të promovohet edhe më shumë për të gjithë ato turist që vinë në qytetin e Ulqinit. Manifestimet e tilla, një ndër këto dhe ky manifestim që do të mahet, pa dyshim që kanë rolin e vetë shumë pozitiv në të gjitha këta që thatë ju. Nga vetë fakti se në kraj që në 90-ën e këndej shteti, me duhet të themte, nuk ka vu dorë që të zhvillohet diçka atje. Unë e thamë se kam një përvojt madhe edhe në fushën edhe në rrafshin e politikës, të arsimit dhe të kulturës, pa tjetër, me gjithse jam shkeput nga politika që 14 vjetë, po thuaj, por rrjedhat e kohës i mbaj mend dhe i kam shkruar disa, i kam përcjell, dhe gjithë unë kur kam paraqitjet e tilla, po ndërlidhi, thamë që investimi kapital që është bërë për zhvillimin e asaj treves dhe të anës së malit pjesës nga Brajsha e Nalt,
ka qenë 1972 kur është lëshuar në qarkullim rruga automobilistike që është edhe sot, Katërkoll Ostras. Unë atëherë kam qenë 19 vjeçar, e sot i kam 73 vjetë. Mere me mend, sa shumë kohë kanë shkuar që nuk është me shumën e asaj rrugën, në qarkullim, u bë një revolucion edhe në zhvillimin ekonomik. U hapen fabrika, u hapen dyqane, linjat urbane, ndërurbane, kështu që populata e pa një dritë jeshile në fund të tunelit. Shpresoj që me realizimin e këtij projekti që ka nisë në rinovimin e zgjerimin e asaj rrugës që dhe hapjen e pikës kufitare në ske që diçka do të gjallëroj. Por jam skeptik në janë se kush ka ikë një herë vështirë se kthehet dhe mund të bëhet më ajo që ka qenë. Mirë po, këtë manifestimet e tilla si këto, se ajo që ishte edhe dje dhe se do të jetë edhe nesër, padyshim që e kanë rolin e vet shumë dimensional. Një herë janë promovimet, si thatë edhe ju vetë, sepse zona turistike, liçeni i Shkodrës, janë pikat turistike të ndryshme, ajri i pastër, vegetacioni, vetë natyra është ajo që të natyra ja ka dhuruar që të ketë një bukuri të tillë. Mirë po, me gjitha këto komponente dhe këta promovime që i bëjnë edhe përmes tyre manifestimit, besoj se vlera edhe do t'i rritet, edhe do të ketë liberti ekonomike, kuptohet edhe të tjerat. Tashti, nga ana tjetër, edhe këto njerëzit tanë që jetojnë jashtë, janë shpërngull, edhe jashtë Malit Zi, edhe në qytet në Tivarë, në Ulqinë e vende tjera, është një pikë takimi ku njerëzit njihen, takohen me njërin, sepse jo vetëm prej Covidit të këndej, por disi e kena humbur atë shku i ardhen, vajt i ardhen të njëri tjetrit. Do shta një herë në vjetë mund të takohemi, po takimet e tilla janë darsmat, po edhe një ta që edhe pse nuk je ftuar në darsëm takohesh me njerëz shok dhe është shumë, ka shumë domethënës. Nga ana tjetër, edhe pjesa kulturore, sepse rastet ralla, edhe gjithkush mund të ndigjoj edhe të shoh artistë të mëdhej që parakalojnë në skenën e këtij manifestimeve. Për të gjithë ato adhurues të këtyre manifestimeve, sepse u bën disa vite që po mbahet ky organizim, për të gjithë ato shqiptar, mund të them, sepse të gjithë jemi një, e posaçërisht për ato adhetar që i mungon vendi i tyre, i mungon Ulqini, kraja, e çdo cep i natyrës. Më tregoni çfarë do t'i thoni atyne qytetar për këtë mbrëmje që do të mbahet? Për të thënë ka njeriu shumë. Unë i ftoj të gjithë, kush mundet, kush ka mundësi, të përcjellin këto aktivitete. Mos ta humbin këtë kontinuitet që po vazhdon tash, nëse s'gaboj 33-4 vjetë, sa po i bje. Të jenë mirënjohës edhe ndaj atyre që sot nuk janë, po që ja kanë vurë themelet individve dhe subjekteve dhe strukturave të aty subjekti që e ka bërë dhe e ka përjetësu dhe i ka dhenë shpirt dhe e ka përjetësu këte manifestimet dhe manifestimet e tilla si këto. Për ndryshe, nëse më lejohet. Po tjetër. Ai organizim që ka qenë në kraj, është edhe themelues i ditës së Gështenja. As pak mua s'mrin hatri që nuk jam unë, po unë jam ai që e kam themeluar me shokët e mi, po propozimin e kam dhënë unë, edhe jo aty, po në një vend jashtëzakonisht që nuk ka Gështenja, po që organizohen një tillë. Dhe prej atëherë, vjen shumë mirë që vazhdon ky organizim. Edhe ky, jam shumë krenar që vazhdon edhe ky organizim i ditës së verës në kraj, edhe pse atje nuk funksionon më si dikur strukturat e ti subjekti që kanë qenë më të organizuar në gjithë Malin e Zi. Shkaqet dhe pasojat dihen, shpërngulja, etj. I lam rrjetet sociale dhe largohuni prej rrjeteve sociale anonime që dikush shehet pas tyre dhe sulmojnë vend e pa vend
që nuk e kanë as pak të drejtë ose të identifikohet dhe të komunikojnë me mua dhe shokët e mi kur i kanë vënë themelet e të. Sepse asgjë nuk ka lind sot. Edhe para nesh kanë bërë dikush, kanë pas aktivitete, kanë pas aktivitete kulturore, kanë qenë po ideologjia, ka qenë diçka tjetër, se ju nuk e dini, që jeni shumë e rej, po kanë qenë edhe atëre aktivitete kulturore, po kanë qenë paka shumë ideologjike. Kjo nuk është më ideologjike. Kjo është gjithë popullore. Nuk ka parti, nuk ka kom, nuk ka konfesion. Kjo ju përket të gjithëve, kush dashamirë të kulturës, artit, përparimit dhe këto kanë qenë nismat, bazat edhe gjithë organizimit që ka bërë lidhja demokratike në Maltezi, Dega në kraj, gjithmonë. Vetëm një është e rëndësishme që të gjitha këto po vazhdohen dhe po bëhen tradita. Ajo është e rëndësishme, këto manifestime... Tradita vazhdon, njerëzit ndërgjegjësohen dhe kanë me te kaluar së gjatë. Unë mund të them që dash Zoti e vazhdon edhe me tutje, kjo aktivitet, ka këto të rinj që çojnë përpara, pa e tjetërsue traditën që ka qenë në këtë anë, zotroje që janë këto, sepse po ta tjetërsojmë atëherë kena humbur vlerat edhe kulturore dhe kombëtare të gjitha. Shpresoj që ju së pari të keni shëndetin dhe faleminderit edhe njëherë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit e shpresojmë që kjo traditë të vazhdoj dhe më gjatë. Ju urojmë shumë suksese në këtë manifestim kaq të bukur që do të mbahet me datën 11. Faleminderit edhe juve për ftesën që më bët dhe ndoshta kam tepruar kështu me ndonjë pasit, po besoj se jo se ja vlen nga një herë Ti rikujtojmë disa gjëra. Ti rikujtojmë gjërat, unë i rikujtojmë me nostalgji dhe konsideroj që kanë qenë vlera, e vlera do t'jenë edhe të ardhshme sigurisht, patjetër se nuk fillon gjithçka me neve dhe as mbaron, po jeta vazhdon rrugën e vet. Faleminderit. Nderë qofshi.